Kjo fundjavë shoqëruar me një fluks të konsiderueshëm lëvizjesh në pikën e përbashkët kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke konfirmuar një trend tashmë të konsoliduar gjatë periudhave me mot të mirë. Sipas të dhënave zyrtare nga autoritetet kufitare në Kukës, mbi 16 mbishtetas nga Kosova kanë hyrë në territorin shqiptar gjatë 2 ditëve të fundit, të shoqëruar nga mira automjete. Paralelisht edhe dalit nga Shqipëria drejt Kosovës kanë qenë të larta, e cila duket se po reflekton mbi një lëvizje të ndërsjellë të qytetarëve. Ky intensitet lidhet drejt për drejt me temperaturat në rritje dhe afrimin e sezonit veror, i cili po nxit vizitat e shkurtra dhe turizmin fundjavave mes të dyja vendeve. Për të përballuar situatën, autoritetet në pikat kufitare në Morin dhe Vërmic kanë shtuar sportelet dhe kanë lehtësuar procedurat për qytetarët me targa shqiptare dhe kosovare, duke reduktuar edhe kohën e pritjes. Rritja e vazhdueshme e qarkullimit po nënvizon jo vetëm lidhjet e forta mes dy vendeve, por edhe rolin në rritje të tyre si destinacione turistike për njëri tjetrin. Nëse ky trend vijon, sezoni veror pritet të sjellë shifra rekord në këtë nyje kyçe kufitare.